Imagjinoni dy djemë të vegjël, pantallonat e tyre të grisura dhe të konsumuara, shënjestër e përditshme për talljen në oborrin e shkollës. Ata ishin të dëshpëruar, por një mrekulli e qetë ishte gati të ndodhte. Një student i ri, më i pasur, duke parë gjendjen e tyre të vështirë, vendosi fshehurazi dy palë pantallona të reja në çantat e tyre. Askush nuk e zbuloi kurrë identitetin e dhuruesit bujar. Vite më vonë, kur i njëjti student u përball me vështirësi, një bamirës i panjohur doli përpara. Puna dhe strehimi u shfaqën si me magji, një dorë ndihme e shtrirë kur nevojitej më shumë. Kjo nuk është vetëm një histori, është një kujtesë e fuqishme. Mirësia, veçanërisht kur jepet papritur, krijon një efekt të jashtëzakonshëm valëzues. Nuk e di kur jetën e kujt po prek, ose se si do të kthehet përfundimisht ajo energji pozitive. Le të frymëzoj kjo. Kërko mundësi për të ofruar mirësi, të madhe apo të vogël, të njohur apo anonime. Ndani këtë mesazh për të inkurajuar të tjerët të përqafojnë fuqinë e dhënies pa interes. Le ta bëjmë botën një vend më të mirë, një akt i heshtur në të njëjtën kohë.